Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani tha se shpreson që sa më parë të ketë qeveri me mandat të plotë kushtetues. Ajo deklaroi se nuk mund të ndërhyjë mes negociatave për koalicione, por shtoi se është në duart e partive politike, të cilat shpresoi se do të gjejnë gjuhë të përbashkët. Përkundër angazhimit tim të vazhdueshëm që të kemi konstituim të kuvendit, ajo çështje është varë kryekëput nga vullneti i partive politike dhe i deputetëve të kuvendit të Kosovës, por më në fund edhe ai proces u përmbyll. Kemi kuvend plotësisht të konstituar dhe pas asaj, unë me njëherë të nesërmën kam mandatuar kryeministrin në detyrë, i cili është nominuar nga partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit si kandidat për kryeministër, dhe tani nga data që është nominuar janë 15 ditë, natyrisht që afatet rrjedhin, mirë po negociatat për koalicione bëhen vetëm ndërmjet partive, apo në rastin konkret edhe mund të bëhen edhe me deputet, por janë diskutime mes partive politike në të cilat si presidente nuk do duhej të ndërhyja. Rrjedhimisht edhe unë nuk mund ta di se deri ku kanë arritur ato negociata potencialisht, por janë çështje për cilat besoj më shumë informata mund t'ju japin partitë politike të involvuara. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit për qeverinë dhe kjo pastaj e pengon jo vetëm punën e qeverisë, por e pengon shtetin në tërësi. Sa më parë që E para e shtetit të Kosovës shtroi se sa më parë të ketë qeveri do të shtyhen edhe reformat dhe vendimet e tjera në interes të vendit. Si sa më parë që të kemi qeveri me mandat të plot kushtetues, aq më parë mund të shtyhen përpara reforma, mund të kemi një buxhet e gjithë përfshirës, i cili e vendos do të thoja shëndetin e qytetarëve tanë në radhë të parë dhe prioritizon. Do të kemi edhe vendime të tjera të cilat shtyhen përpara nga qeveria, të cilat janë në interes të qytetarëve dhe në interes të vendit. Por kur do të ndodhë kjo, siç e thash është në duart të partive politike, të cilat shpresoj shumë do të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe qytetarët e Kosovës, në përputhje me vullnetin e tyre të shprehur në zgjedhjet e fundit, do të kenë qeveri me mandat të plotë. Kreu i lëvizjes dhe vendosje është mandatuar për kryeministër nga presidentja Vjosa Osmani me 10 tetor për formimin e ekzekutivit të ri, pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës me 10 tetor. Për zgjedhjen e Kurtit dhe kabinetit qeveritar që e prezanton para Kuvendit, nevojiten së paku 61 vota nga 120 deputet të legjislativit të Kosovës.